e sheh pritshmërinë e ekipeve ndaj arbitrimit sot? Kalohet pak limiti. Një lojtar që do e veçoje si më problematiku? Ka disa, jo gjithmonë arbitrat e FIFA-s kanë performanse më të mira. Një arbitër, a duhet punu një punë tjetër? Them se është një pagesë e kënaqshme. Deri diku, pas siguritë e arbitrave, ai penalizon vari? Patjetër. Trajneri më problematik? Edi Martini. A ka favorizime në arbitrim? Nuk është arbitri përgjegjës për humbjen e një ndeshje. Sa i rrept je në marrëdhënie? Jam korrekt. Mirë se vini në Topcast të dashur miq, në tjetër episod ku kemi të ftuar një personazh shumë interesant, një personazh që nuk i ka shumë qef intervistat, një nga figurat më të rëndësishme të futbollit shqiptar për sa i përket arbitrimit, ka arbitruar mira ndeshje ndërkombëtare mes temën e FIFA-s, e tashmë është një nga ato personazhe që është në krye të federatës, le të them kështu, është drejtori i arbitrimit i Federatës Shqiptare të Futbollit e ka fjalën për zotin Sokoljareci. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Faleminderit nga ana jote. Siç e përmenda edhe në fillim të intervistës, një nga personazhet që nuk i ka shumë qef intervistat. Pse kjo zgjedhje? Mu më pëlqen më tepër do të shoh intervista, do edhe të jap intervista patjetër, sepse kemi shumë për të dhënë edhe nëpërmjet intervistave, po thjesht ne kemi një rregullore, i përmbajmë një rregullore e cila është vendosur nga e prorëta në UEFA, dhe që ne jemi të detyruar do ta zbatojmë edhe në institucionin tonë Federatës Shqiptare të Futbollit. Për çdo informacion pasaj që kërkon media, edhe në lidhje me sektorin e arbitrimit, është sektori i medias pranë Federatës Shqiptare që është gjithmonë i gatshëm për dhënë informacion. Do të thosh se nuk është dëshira jote, por është një ekip që është ndjekim pra një rregull i cili është i vendosur me kohë dhe ne jemi detyruar ta zbatojmë. Zoti Sokoljareci, nisim një herë nga fillimi i karrierës tënde. Kur e kuptuat që arbitrimi do të ishte zgjedhja kryesore për karrierën tënde profesionale? Okej, në radhë parë duhet të falenderoj për ftesën, se nisëm është një nga ftesat e rralla që ne marrim dhe që unë i përgjigjem, thash edhe herë. Faleminderit shumë. Por duke qenë se jemi në periudhë pushimi, mund të bëjmë edhe disa përjashtime, siç është edhe ky i sotshmi. Okej, për sa i përket pyetjes, nisja është shumë e hershme. Nuk kam qenë fan si futbollit vite me radhë për vetë faktin se babai dhe xhaja kanë qenë futbollistë, dy kanë luajtur me ekipin e Dinamos, pastaj babai vazhdoi pjesën e arbitrimit, xhaja vazhdoi pjesën e trajnimit, trajner me disa ekipe duke përfshi Dinamon, Vllaznin, zëvendës trajner e ekipit kombëtar, po unë mora nga pjesa e babait. Unë atë kohë kam qenë djegës i basketbollit, kam luajtur basketboll për 15 vjet. Kam arritur në ekipin e parë të Dinamos, nuk kam qenë talent basketboll, kam qenë lojtar gjithmonë bankin, por në të njëjtën kohë vazhdoj të isha prezent në stadium çdo fundjavë. Në atë kohë unë thash, me që babai dhe xhaja kanë luajtur me Dinamo, kanë qenë tifozë të Dinamos, dhe që në atë momente unë fillova të ndjej diçka për arbitrimin. Fillova shumë shpejt të kap këto pjesët e faulli, korne, pozicioni offside-it, penaltia, dhe duke qenë shumë shpesh në stadium, dhe duke edhe në momentet sektorë duke diskutuar edhe me babain, një moment sektori i thash vetës, unë e bëj këtë punë. Dhe në momentin kur unë lash basketbollin, mbasi kryeva dhe 2 vjet shërbimit ushtarak, në 1987 unë fillova kursin e arbitrimit, në atë kohë kursi bëj në Pallatin e Pionierëve dhe drejtohej nga i mirënjohur Iqmet Kuka atëherë për pjesën e arbitrimit. Pra në 1987 ishin hapet e parë, unë bashkë me Albano Jangon kemi qenë, me që edhe Albano jemi në të njëjtën moshë, kemi filluar në të njëjtën kohë kursin e arbitrimit. Ndeshja e parë që ke arbitruar, mban mend si ka qenë për ty? Ka pas disa ndeshje të para, sepse në varësi edhe të kategorive, ndeshja e parë në kategorinë e parë atëherë ka qenë në vitin 1993, ka qenë Sopoti Elbasani, ka qenë një mini derbi atëherë. Që kanë qenë ndeshja ime e parë si arbitër kryesor, sepse unë fillimet e mia, jo vetëm unë, por gjithë i bënim të dyja dhe rolin e asistentit, dhe rolin e arbitrit kryesor, madje unë ndeshjen e parë ndërkombëtare e kam si asistent, kam qenë në Sloveni, dhe pastaj
po themi, unë u specializova dhe ndenja gjithë kohës pasaj si arbitër kryesor. Pra, ndeshja e parë është në 93-shin në kategorinë e parë. Mbas kësaj ndeshje, pastaj si të erdhi ftesa për të bërë arbitër i FIFA-s, për të zërarizuar kështu, për të marrë një tjetër stad? Pasaj ftesa për FIFA ose propozimi Federatës Shqiptare për FIFA, se kjo është procedura që ndiqet, ka qenë në vitin 2001, pra mbas 8 vitesh, eksperiencë në kategorinë e parë, Federata Shqiptare e Futbollit në atë kohë bëri propozimin për në FIFA. Unë fillova karrierën time në 2001 deri në vitin 2011, në vit në cilin unë pasaj mbylla dhe karrierën si arbitër ndërkombëtar, po edhe si arbitër në kampionatin shqiptar. Pastaj vazhdova me pjesën tjetër. Në 2011 fillova me një rolin e vëzhguesit në Federatën Shqiptare e Futbollit, u bëra antar i Komitetit të Arbitrimit, mora pjesë në seminaret që UEFA dhe FIFA organizonte për instruktor dhe vëzhgues arbitrash, dhe menjëherë u ftova nga UEFA në kursin e parë, CORE është një kurs që UEFA organizon për arbitrat me një të ardhme, po themi ekselente. Dhe unë u përzgjodha si coach në grupin e parë për këtë kategori arbitrash në UEFA. Ndërkohë pasaj në kampionatin shqiptar tash kam qenë gjithkohës pjesë e sektorit arbitrimit, si antar i Komitetit të Arbitrimit, si instruktor, si vëzhgues. E qartë. Sfida e parë ndërkombëtare për ty si ka qenë? Sfida ka qenë tamam sfidë, sepse nuk ishte thjesht nga një kampionat lokal përballesh pasaj me një sfidë. Ishte ndeshje e U17-s, ka qenë një mini turne në Luksemburg, ka qenë një ambient totalisht tjetër, ambient flas futbolli. Ne ishim mësuar me një tjetër rutinë arbitrimi në kampionatin ton, ndërsa atje pasaj duhet i përshtatesha komplet një rutinë tjetër të cilin e kërkonte UEFA. Ndërkohë që në kampionatin tonë nuk ishin shumë dhëna atëherë se si ishte futbolli ndërkombëtar, sepse mungonin instruktorët, nuk është si sot është totalisht situatë tjetër. Mungonin dhënat që vinin nga UEFA, dhe kur kam mbaruar ndeshjen e parë, lodhja ka qenë maksimale, edhe gjëja e parë që më ka thënë vëzhguesi në atë kohë, ka qenë një vëzhgues gjerman, më ka thënë kampanje përgatitje të jashtëzakonshme fizike, tha, por kam parë një kontroll ndeshje që unë se kam pa asnjëherë, tha, totalisht kaos tha nga ana jote. Unë habita, edhe filloi duke që është kaos, sepse nuk kam parë arbitër që të ishte në çdo pjesë të fushës. Ndërkohë që arbitrimi ka disa instruksione ku duhet të jesh në momentet caktuara. Ti nuk mund të jesh ke kornja, ke rivënie anësore, ke mezi fushës, nuk mund të jesh në të gjitha pjesët e fushës, nuk mund të shkosh në gjithë kohës atje. Edhe pastaj më ndihmoi shumë instruksione ti për ndeshjen e dytë, se turnet kështu janë gjithmonë duhet kesh. Në ndeshjen e dytë ishte po i njëjti person dhe më tha, ky është arbitrimi tha që bëhet sot në UEFA. Për një ndeshje, sepse përgatitja fizike është kryesorja. Thjesht duhet të jesh në gjendje që ti të ndryshosh ato çka ai të thotë, dhe unë për 2 ditë u ktheva menjëherë në atë rutinën e futbollit evropian. Çfarë ndryshonte, siç e the vetë, kushtet e arbitrimit jashtë me kushtet këtu në Shqipëri? Në atë kohë dhe çfarë ndryshime mund të ketë sot? Thjesht tash është pjesa, ne nuk mund të flasim dot për facilitetet në atë kohë. Do të krahasojmë UEFA-n, vendet e UEFA, sepse edhe në atë kohë ka pas plot vende edhe në UEFA që nuk kanë qenë në këto kushte që janë sot. Ndërsa kur bjen fjala pasaj për aktivitetet ndërkombëtare, patjetër në të gjitha aktivitetet ku zhvillohen UEFA aktivitetet e saj janë nga më të mirat. Por atëherë në atë kohë flasim për vitet e para të vitet 90 ose edhe mbas viteve 2000, kur filloi të ndryshojë diçka, por para viteve 90 infrastruktura sportive, sidomos e futbollit, ka qenë shumë e dobët. Kur ne shpeshherë kur diskutojmë me lojtarët e ri sot, atyre i duket edhe si ëndër që kur i thonë që këto që i keni ju sot, atëherë as nuk i çonin në përmendje, nuk ekzistonin absolutisht. Unë mbaj mend, po kthehem pak në retrospektiv, në një ndeshje që unë kam bërë me babain tim, babai ishte kryesor dhe unë kam qenë asistent, kanë qenë një ndeshje e para dhe fundit me babain, asistent kategori 2 në Cerrik, ekipi i Cerrikut me Ballçin, që nuk bëhesh fjalë për bar, bëhesh fjalë vetëm për balt.
Kategoritë inferiore të asaj natyre ka qenë, po edhe shumë fushë në kategoritë superiore do në të ati niveli ka qenë, se ashtu ishin kushtet. Ato ishin kushtet pra që kishte Federata e Futbollit në atë kohë, të cilët sot thashë është një ëndër, po t'i kthesh në retrospektivë. Kthej që ke arbitruar me babën tënd. Si ka qenë ndjesi? Pse s'ka arbitruar më? Sepse ai ishte në mbyllje në fakt karrierës, ishte viti 91, do ishte pothuajse do muajt e fundit do që filloi dhe ndryshimi dhe ai mbushte moshën, plus që kishte arritur kulmi i arbitrimit atë, se kushtet ishin shumë të vështira. Don ai bashkë me disa kolegë të tij e la në kushte shumë të vështira, sepse ishte ndryshimi i sistemit dhe ambienti ishte shumë i vështirë, ndërsa unë me disa kolegë mi e filluam në atë kohë. Edhe për ju e vështirë dhe edhe për ne ishte akoma e vështirë sepse ky tranzicion vazhdoi shumë gjatë. Ne jemi dëshmitarë dhe të 97-të dhe të 98-s, kur ju e dini situata siç kanë qenë në atë kohë. Dhe pasaj mas viteve 2000 filloi dhe futbolli u fut në atë rutinën e vetë normale, të themi të futbollit normal. Çfarë pritshmërish, ti si Sokol, si e sheh pritshmërinë e ekipeve ndaj arbitrimit sot? Timi sinqert, ne shpesh e përmendim në seminaret tona. Kemi luksin që lojtarët nuk janë shumë agresiv ndaj arbitrave. Kjo nuk është vetëm sot, edhe përpara. Në të paktën janë, po themi, janë lojtarë korrekt. Kjo duket edhe në faktin ku kartonat e kuq, ndërhyrjet e rrezikshme nuk janë shumë të shpeshta në kampionatin tonë. Shumë të rrallë janë ato kartonat e kuq flasin që dalin direkt. Thash, kalohet pak limitin ato pretendimet në protestat, këto janë problematikat më të mëdha që edhe ne shpesh i prekim në seminaret tona. Por që më pëlqen qasja që lojtarët e ekipe kanë karshi arbitrave. Do të thënë nuk kemi lojtar, një lojtar që do e veçoje si më problematikun. Okej, si kemi aq problematik? Ka lojtarë problematik, që janë problematik për atë 90 minutin, por keni parasysh që lojtarët që janë problematik janë lojtarët më të mirë. Luajnë me zemër. Sepse luajnë me temperament, janë lojtarë që bëjnë maksimumin fush, janë agresiv në fush, që patjetër nëse janë agresiv, për arbitrin edhe lojtari më i vështirë për t'u menaxhu. Janë lojtarët më të mirë. Ka disa, nuk du të përmend tash emra, po janë disa në momentet caktuar më pëlqejnë. Sepse japin më të mirë në fush për sa i përket luftës sportive, pastaj nuk më pëlqejnë kur fillojnë dhe krijojnë sa problematika për arbitrin, por duhet të ruajnë sa balanca. Dhe arbitrat shpesh edhe ne ja themi arbitrave, keni parasysh, duhet futemi edhe në botën e lojtarit, duhet të futemi edhe në botën e trajnerit. Sepse ai trajneri që shpeshherë grindet atje tek vija anësore. Shpeshherë që thotë diçka me arbitrin. Duhet futemi në botën e trajnerit, sepse edhe ai ka presionin, ka stresin. E njëjta gjë me lojtarët, dhe lojtarët kërkojnë të japin maksimumin fush, por duhet mos harrojmë që në fund ditës është një rregullore e lojës, e cila duhet të respektuar. Nuk duhen kaluar limitet. Megjithëse ne tash edhe herë i sugjerojmë arbitrave që duhet të jemi me këmbë tokë, por pa kaluar limitet e rregullores lojës. Absolutisht. Si përcaktohen arbitrat në ndeshjeve? Mbas performancës. Arbitrat janë njësoj si ekipi i lojtarëve. Lojtari që ka performancën më të mirë. Në ndeshjet e kampionatit për shembull, si ndahen arbitrat, si përcaktohen, me short apo i cakton? Jo, nuk ka shorti ka qenë para shumë vitesh dhe është totalisht i ndaluar tashmë nga rregullori e UEFA-s. Caktohen me komiteti i arbitrimit, ne jemi një grup prej 3 persona që caktojnë, bëjmë caktimet që nga kategoria A-net superiore dhe deri tek ekipet e trive. Këto në fillim fare janë arbitrat e FIFA-s, të cilët përzgjidhen për ndeshjet më të vështira. Pastaj ka edhe arbitrat e tjerë, përzgjidhen arbitrat që kanë performancën më të mirë. Jo gjithmonë arbitrat e FIFA-s kanë performancën më të mirë, absolutisht. Kanë ato momentet e veta. Kanë dhe ato momentet uljet e ngritjet e veta. Është një kriter tjetër pasaj që arbitrat
që janë nga rrethet nuk mund të arbitrojnë ekipin e qytetit tyre, bën përjashtim vetëm Tirana, sepse në Tiranë janë arbitrat me numër më të madh. Historikisht kështu kemi qenë edhe në kohën time, unë shpeshherë udhtoja nëpër qytete tjera, me Dinamon, me Tiranën, me Partizanin. Pra gjithmonë ka qenë kjo pjesë e Tiranës, sepse duke qenë se numri më i madh i arbitrave, edhe cilësia është aty ku është numri më i madh, të jemi të sinqertë. Patjetër që edhe rrethet kanë. Por rretheve nuk i lejohet sepse duke qenë të pakët në numër, nuk i lejohet që të arbitrojnë ekipin e qytetit tyre. Ndodh që një arbitër që ka një background që është me sistemën e FIFA-s apo të arbitrojë një ndeshje të kategorisë parë ose të dytë? Më thënë, duhet bërë kjo apo për ne që se kemi shumë ide në arbitrimit ose informacione? Jo, arbitrat me sistem FIFA shkojnë edhe tek U19-a. Okej, po. Shkojnë edhe tek ndeshjet e femrave, jo shpeshherë, po kur e kërkon, sepse edhe ndeshjet e femrave tashmë kampionati i femrave ka një fazë tjetër, ku janë 4 ekipe të cilët garojnë, kanë një garë të ecshme për dalë në Europë, sepse janë 2 ekipe. Është rutinë, është rëndom që dalë zbresin kategori të parë, në kategori 2 shumë rrallë, nga arbitrat e FIFA-s. Po në ndeshjet e kategorisë U19, disa prej tyre, një ose 2 prej tyre, janë prezent. Për vetë faktin se niveli i kategorisë U19 është shumë i lartë. Dhe është një kategori ku arbitrat i ndihmon përpara se të shkojnë në garat e Europës. Sepse ka arbitrat që aktivizohen edhe në Youth League-ën e Europës dhe përpara se të shkojnë atje, zbresin tek U19 e kampionatit tonë. Në qartë, cilat janë kriteret për të bërë një arbitër i mirë? Për të bërë arbitër pastaj i mirë, jo se janë kriteret tjera, por është në dorën e personit i cili. Kriteri nuk është se janë disa kriteri shumë thjeshta. Moshën e kemi vendosur 14 vjeç. Pastaj duhet të jetë me vazhdim, duhet të jetë në shkollë, duhet patjetër që në fund fare nëse vjen një moshë tjetër duhet të jetë në vazhdim në universitetit ose të ketë përfunduar universitetin, sepse mosha është nga 14 deri në 24 vjeç. Moshën 24 vjeç e kemi vendosur më tepër për lojtarët të cilët mendojnë të lejnë karrierën e futbollistit dhe të kthehen në pjesën e arbitrimit, ose pjesa tjetër ku ish lojtarët, ka lojtarë dëmtuar të cilët kërkojnë të jenë prapë pjesë e futbollit, dhe është mundësia më e mirë për të qenë brenda botës futbollit për të qenë pjesë e arbitrimit dhe ne këtej kemi prioritet për të marrë sa më shumë, për të rekrutuar sa më shumë ish lojtarë, të cilët bëhen shumë shpejt arbitra, sepse duke qenë brenda botës futbollit, e kanë shumë freskët, reflekset i kanë shumë të mira për të bërë arbitra dhe për të bërë arbitra shumë të mirë pastaj për të dalë ka qyteti të mirë. Sa janë kërkesat këtu në Shqipëri për të bërë arbitër? Me kalimin e viteve sa ka ndryshuar, është rritur numri, është ulur? Kjo është një pyetje e cila vlen jo vetëm për këtu ke ne, po kjo ka qenë dhe është evident sot edhe në Europë, në UEFA. Në muajin dhjetor ishim në një seminar, në një kurs me të gjithë federatat e UEFA-s, është kjo referee convention, pra konventa e arbitrave, dhe pika kryesore është rekrutimi mbas periudhës pandemisë. Në periudhën e pandemisë në UEFA janë largu 54.000 arbitra nga gjithë federatat, dhe një sfidë për UEFA mbas pandemisë ka qenë rekrutimi. Kur them për UEFA ka qenë dhe për ne gjithashtu. Nuk kemi pas shumë largime gjatë pandemisë, sepse ne nuk është se kemi një numër shumë të konsiderueshëm arbitrash. Në total ne jemi paka shumë ke 300 arbitra në gjithë Republikën. Megjithatë numri i ndeshjeve është shumë i madh dhe ne akoma nuk arrim të mbulojmë, sidomos në qytete të tjera. Tirana është shumë e thjeshtë për të mbuluar, ndërsa në qytete kemi mangësi me arbitra. Kolegjumet e arbitrave në qytete të tjera kanë shumë pak gjë e cila bën që në shumë ndeshje të moshave mund të jenë të mbuluara me një arbitër ose kanë ndeshje që ndoshta edhe arbitri nuk është prezent dhe janë trajnerë të cilët luajnë rolin e arbitrit në këtë ndeshje. Rekrutimi është pjesa më e vështirë. Për të rekrutuar, sepse sidomos në ditët e sotme. Tash nuk është vetëm në Shqipëri kjo problematika e rekrutimit, kjo është në çdo shtet, por ne për vetë specifikën që kemi,
e kemi pak më të vështirë. Sidomos ditët e sotshme të rit nuk janë të fokusuar shumë tek kjo që ne kërkojmë. Megjithatë, bëjmë përpjekje, bëjmë promocion, ju i keni pa domethënë pjesën promocionale. Pse mendon se të rit nuk janë shumë të fokusuar në të pozicion? Ndoshta për shkak të anës financiare? Për shembull, një arbitër, a duhet punoj një punë tjetër për të mbuluar shpenzimet e veta? Okej, në momentin që arbitrat fillojnë janë o me statusin e nxënësit ose me atë të studentit. Jo vetëm këtu ne, por në të gjithë Europën dhe botën, sepse është mosha e tillë. Dhe kur je në këtë status, dhe pranon të bëhesh arbitër, në niveli ku ato shkojnë dhe arbitrojnë, janë nivelet e moshave. Donë që edhe aty patjetër që në ndeshjen e parë që ato bëhen pjesë e ndeshjeve, automatikisht është me pagesë. Kuptohet, pagesat në ligat e ulta nuk është shumë e madhe, por kjo është pothuajse e njëjtë në të gjithë federatat. Por nuk është se ato bëjnë vetëm një ndeshje, ato bëjnë 4-5 ndeshje të shtunën, 4-5 ndeshje të dielën. Don kur i kalkulon pasaj, është një pagesë për një nxënës ose për një student, është e mjaftueshme në muaj, flas një pagesë muaj që është normale. Pastaj me ngritjen kategori, patjetër që rritet dhe pagesa, dhe sot arbitrat në kategorinë asistent superiore paguhen 55.000 lekë të reja për një ndeshje. Asistentët janë sa gjysma dhe kështu vazhdon edhe poshtë, pra 55.000 lekë në nivelet e pagave shqiptare, them se është një pagesë e kënaqshme. Dhe arbitrat janë në çdo javë janë të zënë me aktivitet që do të thotë gjatë gjithë javës ato paguhen, kështu që në fund të muajit është një pagë e konsiderueshme, për post pjesës që po themi 99% e arbitrave janë të punësuar. Nuk është se do të mbahen absolutisht, nuk është e pamjaftueshme të mbahesh vetëm me arbitrimin, kështu që mos them 100%, po jap 99% e arbitrave janë të punësuar diku tjetër. Për sa i përket teknologjisë, tashmë arbitrimi ka për disa kohësh, le të themi kështu, një partner tjetër ose një krah të dytë, le të themi, i cili është VAR-i. Sa ka ndikuar VAR-i në arbitrim? Nëse ju do të ishit ende në fushën e lojës duke arbitruar, si do e shihnit VAR-in dhe në pozicionin e drejtuesit tashmë si e shihni këtë teknologji? Ka dëmtuar apo ka ndihmuar? VAR-i në të gjithë botën, se pothuajse në të gjithë kampionatet e botës, pothuajse është implementuar sistemi VAR. Dhe sistemi VAR është një vlerë e shtuar për futbollin sot. Për vetë faktin sepse çdo ekip ka objektivat e veta. Dhe për të pas objektivat e veta, patjetër lojtarët do të bëjnë më të mirë në fushë, derisa kërkojnë të marrin dhe fitoren. Shpeshherë fitoria, në momentin kur nuk ishte implementimi i sistemit VAR, shpeshherë kjo fitore mungonte në disa raste edhe për shkak të mosmarrjes vendimeve të sakta të arbitrit. Kështu që u pa e udhë se sistemi VAR ka vite, përpara se të ka kohë që flitesh për diçka që duhet shtuar në futboll patjetër, sepse po shikonin që vendimarrjet e arbitrave shpeshherë penalizonin ekipet. Bëhesh fjalë sidomos për ekipet e elitës, të cilët shpeshherë humnin edhe kompeticione të rëndësishme, humnin dhe kampionate për shkak të vendimeve jo të sakta të arbitrave. Kështu që them që VAR-i ka heq këtë pjesën e këtyre, po themi, skandaleve, vendimeve drastike të marra gabim ose mos të marra nga ana e arbitrit. Por thash, VAR-i është një element shtesë, ndërkohë që vendimet duhet të jenë të arbitrave në fushë. Sepse i heqim. Ndikon kjo të arbitrat duke hyrë në fushë, duke pasur ato pasiguritë e veta se nëse unë nuk e jap këtë penalti ose këtë fall ose këtë karton, s'ka problem se e kam VAR-in që do më daloj lojën dhe do më thotë. Do të thonë deri diku pasiguritë e arbitrave ai penalizon VAR-i? Patjetër, nuk do ishte jo korrekte nga ana ime të thojë që arbitrat futen në fushë dhe nuk thon absolutisht asgjë për VAR-in. Jo. Do të futen me idenë që mbrapa është sistemi VAR. Futen më të qetë, por që janë të qetë gjithmonë për të shpëtuar këtyre thash vendimeve të cilët penalizojnë ekipet. Por ajo që sot kërkohet nga UEFA, nga FIFA me të madhe, është vendimarrja e arbitrave në fushë.
gjë të cilën edhe ne kërkojmë nga arbitrat, sepse nuk mund të kthehemi në sistemin VAR, nuk mund të kthehemi në robot, që çdo vendim ta marrë sistemi VAR. Ajo pastaj nuk është më futboll. Kështu që edhe ne kërkojmë me forcë dhe penalizojmë edhe arbitrat. T'jeni të sigurt që arbitrat të cilët gabojnë dhe marrin vendimin nëpërmjet sistemit VAR penalizohen. Pra penaliteti i arbitrave ose i asistentëve është njësoj siç ka qenë përpara kur nuk ishte sistemi VAR. Por, thash edhe herë, sistemi VAR bën këtë që ne na heqi këto përgjegjësitë e mëdha, klubet mos të kenë shumë pretendime mbasi vendimit merret nga sistemi VAR, ndërsa ne, si sektor arbitrimi, kërkojmë që vendimet merren nga arbitrat në fushë dhe në rast se ky vendim nuk merret nga arbitri në fushë, penaliteti është për arbitrin, thash, ose për asistentin në bazë të vendimarrjeve të fushës. A i kemi ne kushtet për këtë sistem VAR? Kamerat, nga çdo anë që i kërkon sistemi? A ka gabuar sistemi VAR këtu në Shqipëri nga kampionatin tonë? Kjo nuk ka të bëjë pastaj, nëse ka gabuar sistemi VAR, nuk ka të bëjë me për shkak të kamerave, absolutisht. Ne jemi në një sistem me 7 kamera, për cilin e sot folëm, ishte dita e fundit e seminarit me instruktorët FIFA-s, ku një pjesë e prezantimeve ishte edhe për sistemin VAR. Instruktori vinte nga Spanja, por i caktuar nga FIFA. Edhe kur pyeti për kamerat që përdoreshin në sistemin VAR, i tham 7 është më se normale, tha. Me 7 kamera, pamjet janë më se të mjaftueshme për të marrë një vendim të saktë nga ana e arbitrit kur ai shkon në monitor. Në kampionatin e kategorisë 2 tek ne, tha, ne kemi shpesh ndeshje edhe që bëhen me 8 kamera, flasim për Spanjën. Kështu që me 7 kamera, tha, është më se normale, tha, që vendimet jenë sakta. Pastaj, ajo që ne na çdon njëherë është infrastruktura në disa stadiume që nuk plotësohet. Kjo është problematik. Sepse sidomos kamerat e offside-it, kamerat që vendosen në pozicionin e zonës së 16 metrave duhet të jenë sa më lart. Por në disa stadiume të cilat janë të ulta, janë stadiume të ulta, edhe tribunat janë maksimumi aty ku mund vendoset kamera, shpeshherë bën që ai sistemi të humbi koordinata dhe kërkon do fillon ristartimi i sistemit nga fillimi. Janë disa problematika në infrastrukturë. Thash, jo në shumicën, në disa stadiume, 2-3 stadiume, sepse pjesa më e madhe e stadiumeve kanë lartësitë e duhura, kamerat kanë standardin e duhur për tu vendosur, por që me kalimin e kohës, shpeshherë sektori licencimit, dhe kjo është futur edhe si pjesë e sektorit licencimit, sepse VAR-in e kërkojnë ta shtrim në të gjithë stadiumet, si në kategorinë e parë, abisnet superiore dhe në kategorinë e parë. Dhe pse tashmë duke qenë se VAR-i është i centralizuar, ne kemi edhe pjesën e furgonave me të cilët ne operojmë në kategorinë e parë. Dhe duam që infrastruktura e stadiumeve në kategorinë e parë atje ku është mundur, do të jetë për sistemin VAR. Dhe ne të kemi mundësinë që pothuajse mbulojmë pjesën më të madhe të ndeshjeve të kategorisë së parë me sistemin VAR. E kam vënë re që këtu në Shqipëri në kampionatin ton arbitrat kritikohen më shumë se sa trajnerët dhe lojtarët. Nuk është vetëm kampionatin tonë. Po jo, gjithmonë në një humbje për shembull i drejtohet gishti arbitrit. Shumicën e rasteve. Në Vjosan atje është sigurt, po të ndjekësh rubrika sportive edhe në shtete tjera. Po atje është pak më e moderuar. Ajo që unë shpeshherë kam diskutuar edhe me gazetarë sportiv, është ajo pjesa që nuk mund të fillohet një rubrikë sportive, një koment sportiv në një studio direkt me gabimin e arbitrit. Patjetër është gabimi i arbitrit, ne nuk mund ta injorojmë gabimin e arbitrit, por mos harrojmë që loja luhet 90 minuta. Trajneri ka gjithë mundësitë nëpërmjet zëvendësimeve, nëpërmjet ndrimit të skemave, të bëjë mundur që ekipi të shënojë. Nuk është arbitri përgjegjës për humbjen e një ndeshje. Absolutisht, kjo pastaj është alibi. Kjo është alibi. Ti nëse jeni në një emision sportiv, mund diskutosh për pjesën e trajnerit, që këtu kam përshtypjen që trajnerët nuk para kritikohen, edhe kur humbasin ndeshjen, janë ato shprehjet që luajtë shumë mirë, por nuk para kritikohen, ndërsa pjesa e arbitrit, e cila është pjesa më e pambrojtur, është shumë e thjeshtë për të bukur gishtin e arbitrit. Po thash edhe herë, loja është 90 minuta, arbitri gabon në një moment. Po kur arbitri gabon në minutën 90? Ato doja të thoja, problemi është kur arbitri gabon në minutën e fundit që ti nuk ke mundësi, atje thash edhe ne nuk injorojmë si gabimin në minutën e parë dhe gabimin në minutën 90.
Por nuk është se këto gabimet bëhen në shumë shpesh në minutën e 90. Gabimet janë gjatë lojës që ti ke mundësi të rikuperosh. Këtu ka ndeshje, ti mos i përmend ju i dini shumë mirë, që ekipet i kanë fituar edhe me lojtar më pak, me një lojtar më pak. Kanë fituar ndeshje. Që do të thotë, ekipet reagojnë, ekipet stërviten, kanë skemat e tyre në stërvitje që edhe me një lojtar më pak. Kështu që është totalisht alibi, kur vetë gishti ke arbitri. A ka favorizime në arbitrim, apo është një midje tifozëve kjo? Që arbitri favorizon një ekip, jo, kjo absolutisht nuk ndodh. Ndeshjet janë gjitha live. Arbitri kur gabon një moment, është ashtu siç e ka pa, dhe sot me sistemin VAR është e pamundur që gabimet janë shumë të rralla. Me sistemin VAR gabimet janë shumë të rralla. Gabon dhe sistemi VAR, patjetër, nuk mund të them dot që nuk ka gabon, por shumë rrallë. Shumë rrallë. Aty kur nuk është prezent sistemi VAR, patjetër ka gabimet janë më evidente, por që të ketë favorizime, kjo është utopi. Cili është një gabim një arbitri që nuk do ta falje në lojë? Ose cili është gabimi që nuk e ka falur një arbitri në lojë? Nuk kërkojmë në arbitrit, po thjesht një gabim që... Gabime ka. Unë theksin e vej gjithmonë, ne si komitet arbitrimi, po dhe unë personalisht, nuk duhet gabojnë ke gjëra të cilat janë shumë evidente. Janë ato gabime black and white. Po, për të gabuar, gabon si trajneri, si lojtari, edhe do të janë gabime njerëzore, por absolutisht. Tifozi që e ndjek me është më shumë ke pjesë arbitrit. Prandaj thash, nuk merren shumë me lojtarin i cili mund të humi 3-4 raste të pasa për gol, por merren më tepër me një rast i cili s'është penalti, atë mund ta gjykojë dikush tjetër. Megjithatë kjo është pjesë e këtyre tifozave, për cilën më pëlqen, sepse përpara se të ishte sistemi VAR, këto diskutimet e tifozave kanë qenë të jashtëzakonshme. Kjo është bukuria e futbollit. Se në rast se nuk do kesh pasaj diskutime, atëherë vejmë 11 lojtar me inteligjencë artificiale, marrin dhe një arbitër me inteligjencë artificiale dhe flasin për. E bukuria e futbollit është të diskutohet mas neshjes. Diskutohet për gabimin e arbitrit, diskutohet për lojtarin që humbi golin. Tash, kjo është magjia e lojës futbollit. Gjithë do gabojnë. Ka pasur nga ato që debatojnë rreth rolit tuaj. Dhe shpesh herë shoh edhe fjalë jo të këndshme, cili për çfarë do të thuash gjithë skeptikëve? Për rolin se si drejtuesi? Po, si drejtuesi i arbitrimit, po. Unë nuk është se jam i pari dhe i fundit që bëj këtë rol. Para me kanë qenë kolegët mi, mbas me do të vinë shumë persona. Është një rol i cili gjithmonë do të kritikohet, do të anatemohet, si nga pjesa e komunitetit arbitrave, sepse ka dhe shumë arbitrë të cilët janë pa kënaqur me aktivizimin, patjetër. Nuk mundet do të në ekip të t'i kënaqësh gjithë. Do ketë arbitra që do të jenë fush, si ka lojtarë që të jenë fush, do të ketë edhe ato që rinë stol. Tash në bazë performancave. Pastaj, pa kënaqur ka trajner, ka president klubesh, absolutisht. Dhe për këtë nuk mund të them dot që nuk është faja tyre. Sot, i lirë të thuash çdo gjë, por i uroj vetëm diçka. Duhet vinë një herë ta provojnë të qenurit arbitër në fush. Sepse është shumë kollaj që të kritikosh një arbitër, po që të rekrutosh një arbitër dhe të edukosh një arbitër është gjëja më e vështirë. Duhet dim diçka që pa një arbitër nuk mund bëhet një ndeshje futbolli. E vërtet, po. Kështu që është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë tash edhe një të rekrutosh një arbitër, një person për të bërë arbitër dhe pastaj ta edukosh dhe për ta hudhur atë në fushë. Është identik si një lojtar që e merr nga ekipi i trive, kërkon ta fusësh tek ekipi i parë, ai nuk mundet të bëjë më të mirën që ndeshjen e parë. Patjetër do bëj gabime. Nëpërmjet atyre gabimeve, trajneri mban shënim dhe mëson lojtarin që ato gabime mos i bëj ndeshjen tjetër. Po në ndeshjen tjetër ai do të bëj vetëm 10% më mirë se sa ndeshja e parë. Pra do eksperiencë, çdo gjë do kohën e vet, çdo gjë do edhe arbitrat duan kohën e vet. Absolutisht. Kështu që ne mundohemi të fusim erë të rinj në arbitrim, sepse koha bën vetën, mosha ikën, kështu që gjithmonë duhet të ketë njerëz të rinj në arbitrim.
Prandaj I them edhe presidentëve, për lojtarët, për ekipet e shkollaj, sepse janë 11 vetat në fushë. Edhe ka momente që një nga ato, 11 e mbulon rolin e një tjetrit. Është arbitri vetëm një është në fushë. Do bëj gabime. Patjetër ka gabime që edhe ndikojnë, po janë gabime thash pa qëllimshme, po që duhet kemi mirë kuptim, ashtu siç ne mirë kuptojmë thash trajnerët, mirë kuptojmë lojtarët, po edhe e njëjta gjë duhet të jetë edhe nga e njëjta përgjigje duhet të vijë nga ato. Presidenti më problematik në kampionatin shqiptar. Unë e di një me emër, po nuk dua ta them. Fjala është për presidentin e Bylit, me cilin unë kam qenë mik. Kur ai ka fillu pjesën e presidentës në Ballës, unë kam qenë aktiv si arbitër. Edhe deri vonë, para 2-3 vjetësh, ne kemi pas marrëdhënie shumë korrekte me njëri tjetrin. Thjesht janë thyr për disa gjëra, në lidhje jo me punën. Me një left të madh, domethënë në ekran. Ajo është pjesa e atij, po thash unë kemi qenë në një miqësi shumë korrekte me njëri tjetrin, që nga pjesa e arbitrimit dhe pastaj çdoj për një gjë shumë të vogël, për cilën unë thash edhe herë, nuk ja marr absolutisht për tesh para të çfarë thot, njerëzit shohin futboll, shohin edhe kur lund Bylis, edhe kur. Kështu që nuk është Sokoli atje në fushë. Sokoli kur cakton një arbitër, edhe Beso, me që po I them, Beso e di shumë mirë, që Sokoli është fushë, është ai arbitri atje në fushë, kur gabon ai arbitri. Thash, problematika, dërsa me Beson, se është I vetmi personi I cili 2 herë më ka përmendën, thash, kemi qenë miq, duhet të jemi prapë miq, unë me gjithë presidentët, Fadi me Kadashi, edhe unë kur kam qenë aktiv, pjesa më e madhe e këtyre kanë qenë presidentë e ekipeve. Edhe njihemi me njëri tjetrin, ato e njohin karakterin tim që kur kam qenë fushë. Karakteri I cili nuk mund të ndryshojë, personaliteti I cili nuk mund të ndryshojë kur ti vjen dhe cakton arbitrat. Dhe kjo me presidentin e Bylisit ka ndodhur 2 vjet përpara, ndërkohë që unë kisha 7 vjet, 8 vjet përpara që bëhet të njëjtën punë dhe nuk kanë qenë këto, po thash, është një krizë shumë e vogël për cilën unë absolutisht nuk ja marr. Në momente të caktuara në mbledhje sipër njeriu e kalon, po mirë është që nuk duhet ta kalojë edhe atë limitin. Trajneri më problematik për sa I përket mosbindjeve të rregullave të arbitrimit, kur arbitri thot stop, nëse ka lek të vizën ose të lutem që ndro këtu. Edi Martini, miku im. Me Edin e kemi histori. Unë kam qenë fushë, Edi ka qenë lojtar në atë kohë, bile shpesh e më përmend një karton të kuq që e ka nxjerrë. Tash, jemi miq. Por më telefonon edhe që në momentet, që në ndeshjen e parë, ku Edi mori kartonin e parë të verdh, mori kartonin e dytë të verdh, më morin telefon, kemi diskutu, kemi qesh, I thash, o Edi, ka disa momente nuk duhet me I kalu. Mos harro që edhe arbitët kanë një rregullore përpara, shpesh e mbyllin syt, mbyllin veshët, po nuk mund të kalosh dot limitin. Sepse sjellja, problemi është sepse sjellja e trajnerit ndikon shumë tek reagimi I tifozëve, sidomos kur je në fushën tate, po edhe kur je në fushën udhëtuese. Bëhet për keq. Kështu që nuk duhet ta harrojmë edhe këtë, dhe prishet e gjithë ajo bukuria I një ndeshje futbolli. Një reagim I trajnerit kur kthehet nga tribuna, bën që ajo atmosfera aty të kthehet nga pozitive të kthehet totalisht në një atmosferë negative. Kështu që dhe po ta shihni, reagimi I Edit mas 2-3, sidomos mas kartonit kuq, është një ndryshim drastik, cilin unë e përmenda edhe para 2 ditësh kur kisim seminarin. I them, edhe shpesh ja them arbitrore, duhet merrni masa disiplinore, si trajnerëve, sepse I ndihmoni edhe trajnerët. Edhe trajnerët duhet ta dinë ku është limiti I tyre, se nuk mund të jenë gjithkohës problematik. Mund ta marrësh një karton të kuq, e cila ka dhe një vlerë monetare, nuk është po dëmton ekipin sepse nuk je në bankinë. Edhe në momentin kur ti e mendon që nuk je në bankinë, fillon dhe frenohesh. Tash, shembulli negativ përpara dhe pozitiv është Edi. Edi unë e shoh gjatë gjithë kohës në bankinë, super. Reagim super pozitiv, si me lojtarët, si me arbitrët. Patjetër I ka momente që do e kalosh edhe nganjëherë. Por është normale, futbolli për ne është bukur. Absolutisht, po. Duhet ndjenja duhet I kuptojmë për gjithë secilin, arbitri për trajnerin dhe trajneri për arbitrin. Absolutisht. Duhet I menaxhojmë. Shpresojmë të kemi sa më pak kartona të kuq si për lojtarët si për edhe trajnerin. Nganjëherë them arbitrave, a ka mundësi ta harroni edhe kartonin e kuq ke dhoma?
Për vetëm arsye dhe mos me prish bukurinë. Kolina thot ka thënë një shprehje shumë bukur. Njerëzit në stadium vijnë për të pa futboll 11-11. Okay. Dhe kjo është gjëja, kjo ka esencën e vet. Pra vijnë për të pa 11-11. Se fillon dhe prishet bukuria e lojës, pastaj ku ngelin me një lojtar më pak. Por që rregullat janë rregulla. Dhe lojtarët i dinë shumë mirë. Absolutisht. Kur mund të dalin me karton kuq. Kampionati shqiptar si të duket këtë sezon? Unë u bona kaq kohë që jam prezent në kampionatin shqiptar dhe gjithmonë mbas çdo edicioni them që ishte edicioni më i vështirë. Vjet ishte edicioni shumë i vështirë. Okej. Sepse u vendos katërshja në ndeshjen e fundit. Ekipet që do dilnin nga don për play-outin u vendosën në momentin e fundit, ndërsa ky është kampionati më i vështirë. Pse? Sepse ju e shikoni se si po shkon gara, se si është renditja nga vendi i parë deri në vendin e fundit. Dhe ajo që është më signifikative tashti është fillimi i sezonit dimrit, ku për fatin e mirë të kampionatit, ekipet që janë në pjesën e fundit të tabelës po fuqizohen jashtë masës. Nuk ka më skuadra të dobta po thua. Tashmë nuk do ketë më skuadra të dobta. Po flasim për Tiranën, të cilën shohim në shtyp që është fuqizuar shumë, Flamurtari po ashtu. Kështu që imagjinoni si do të jetë pjesa e mbetur e sezonit. Dhe këtë e përmendëm sot kur mbyllën seminarin. I thash që do të jetë një nga kampionatet ose mund të jetë kampionati më i vështirë gjatë viteve të fundit. Je më pro formulës Final Fourit që kaluam në sezonin e kaluar apo kësaj formule që përgjithësohen pikët? Për këtë sa kemi provuar ende dhe për këtë kemi diskutuar edhe me presidentin, presidenti ka diçka që para se të marrë vendime i shtron, nuk është se i merr vendimet vetë dhe kjo është gjëja më e mirë. Nëse dikush mund mendoj që ai e bën vetë, po të paktën janë disa vendime të cilët ai i hudh për diskutim dhe pastaj në bazë të diskutimeve merren edhe vendimet. Personalisht mua nuk më pëlqente edhe pjesa e Final Fourit që ishte. Më pëlqente sepse unë ndjek shumë dhe basketbollin dhe është pak a shumë si basketbolli. Edhe kjo është formulë e re e cila mos gaboj në Belgjik është implementuar, edhe vazhdon duket të implementohet. Okej. Duhet ta provojmë që të themi pastaj edhe bëjmë atë krahasimin. Po mund pëlqente edhe formula me dy gjysmëfinale dhe edhe me një finale. Ishte goxha kompetitive. Ndoshta kjo do të marrë më shumë kohë pastaj. Kemi parasysh që ekipet janë fund, është fundi i sezonit, do të kemi ndeshje ekstra tjera sepse është një mini kampionat që do bëhet. Ndoshta ajo ishin dy gjysmëfinale, finale e madhe dhe mbyllesh më Je tifoz ende me Dinamon apo s'm takon ta bëj pyetje tani se profilin që je? Jo, kanë kalu shumë vite që në momentin unë pasaj që isha në fush, me arbitër, unë kam arbitruar shumë shpesh Dinamon, shumë shpesh. Dhe nuk e kam pas atë ndjenjë. Në fillon e ikën me kalimin e kohës, momentin që ti vendos të bësh këtë punë, pastaj është e vështirë ta kesh. Edhe pse ti mundohesh ta kesh për vete, po jo. Momentin që hyn fush, pastaj të dy ngjyrat janë gjitha njësoj. Ekipi pretendent për këtë vit? Apo se thënë? Vjosane janë shumë, janë shumë. Siç kanë qenë siç kanë qenë në vitet e tjera. Kështu që nuk mund të them dot thash, Tirana dhe Flamurtari që janë në vend fundit mund të vinë në fund kampionatit, mund të vinë në katërshe. Me këtë që unë po shoh me prurjen e lojtarëve të ri, të dy ekipet mund të jenë në katërshe në Final Four, kështu që është e vështirë të thuash që kush të jetë ekipin më i mirë. Arbitri që ke më shumë marrëdhënie të mira ose e cilëson si shembull për të gjithë të tjerët? Nëse mund kemi një emër. Unë kontakt më shumë, të jemi sinqert, kam me arbitrat e FIFA-s. Okej. Duke qenë se edhe ato janë më shumë në aktivitetet e UEFA-s, për vetë faktin edhe për vetë punën që na lidh, duke qenë se shkojnë për aktivitete, diskutimet janë më të shumta për performancat e tyre, kështu që me ato I kam marrëdhëniet pak më shumë se sa me arbitrat e tjerë.
Nuk është se kam shumë marrëdhënie me arbitrat, jemi sinqert, për vetë faktin, për vetë profesionin, për vetë pozicionin e punës, du të jem në një linjë me gjithë, i respektoj të gjithë, shpesh jetem edhe kolegë, sepse me shumë prej tyre unë kam qenë edhe në fush, kështu që bile unë kam diçka edhe kur fillojmë këtë pjesën e akademisë. Këtu ke ne është kjo fjala profesor është rëndom, e kemi këtë fjallë. Edhe dërën e pari të thonë profesor, jo, i them, ose kur filloj këtë pjesën e leksionit akademisë, unë nuk jam profesor, unë dhe kolegët e tjerë jemi në rolin e instruktorëve. Kështu që e mira është, edhe ju që jeni një moshë shumë të re sesa ne, personalisht duhet në thrisni me emër, sepse unë ndjem më komod me ju kur në thrisni, këse kur thu profesor, diferenca pasaj është shumë e madhe. Kështu që edhe me arbitra, këto komunikimet janë në rangun më shumë në rangun e kolegu dhe të instruktorit. Se sa në pjesën e dizenjatorit, pasaj ajo nuk më pëlqen kjo pjesa kur fillojnë dhe në flasin për pjesën e dizenjimit. Sa i rep të je në marrëdhënie pune? Se të më thënë kam gjuar si shumë të egrë në marrëdhënie e punës. Nuk e di, tani që po flasim bashkë, po bisedojmë bashkë, nuk e di, më dukesh një imazh krejt ndryshe nga që përshkruar. Fjala e egër nuk e të paktën në personalitetin. I rep. Jam korrekt. Duhet të jem korrekt. Kështu kam qenë edhe në fush. Kështu kam qenë edhe në shkollë, në universitet me studentët. Nuk toleroj. Nuk kërkoj që të thyen rregullat, edhe sidomos kur vjen puna për pjesën tonë, për pjesën e arbitrimit, kur çdo gjë është e shkruar në rregullore. Mërzitem shumë kur shoh performanca jo të mira, sidomos thash edhe herë tek gabimet janë lehtësisht të kalueshme. Të gabimet që shinjojnë një ndeshje? Flas tek vendimet që janë të lehta për t'u marrë. Për gabimet pasaj që është e vështirë dhe vendimarrja, absolutisht nuk mërzitem, por kur janë të thjeshta... Ama dhe ato ndikojnë në 3 pikët, apo në një finale, apo në një gjysmëfinale? Flas për gjërat e për vendimet, gabimet që janë të thjeshta. Do në thash, jam korrekt, më tepër korrekt, nuk duhet kalojmë ke kjo pjesa pasaj egrë, se nuk ekziston egërësia tek personaliteti nuk... Me arbitret vajza, si është, sa janë të interesuar vajzat për arbitrim, edhe një nga ato doja të veçoj Manuela Rustën, e cila vazhdon edhe ngrihet në karrierë si arbitre, një shembull për t'u marrë për sa i përket gjinisë femërore. Arbitrimi i femrave është një stat shumë të ri këtu këne. Ashtu si të futbolli i femrave, po arbitrimi i femrave është pak më i ri. Që në momentin e rekrutimit, për të rekrutu vajza është shumë e vështirë. Edhe këte e them, jo vetëm këtu, po edhe në Europë, po duke qenë këtu, i dim të dy njësoj problematikat që këtu këne si që janë, vazhdojnë dhe është problematik. Kemi një grup vajzash, gati 22-23, pak është, dhe është në trendi po këtu është, nuk është se po rritet, ajo që më bën habi, rritet numri i ekipeve të vajzave dhe nuk rritet numri i arbitrave femra. Pse më vjen çudi? Çdo mashkull ose çdo femër kur në momentin që fillon aktivitetin e të qenurit lojtar, ka një objektiv për të qenë në futbollin elit, po themi. Ose prindit kanë qefja lojtarët janë Messi, Ronaldo, Beckham etj. Por nuk shkojnë në ato nivele. Edhe sidomos në Shqipëri, janë shumë të rrallë lojtarët, meshkuj dhe femrat që mund të arrijnë në nivele të larta. Ndërkohë që me arbitrimin, si arbitrat çuna, Enea, Eugjini, Emanuela te gocat, janë çdo 2 javë në ndeshje Champions League, Europa League. Pra janë në nivele shumë të larta futbollit. Kështu që edhe unë prandaj bëj thirrje lojtarëve djem, vajzave lojtare në për ekipet e femrave. Jo të gjitha do t'jenë në nivele shumë të larta të futbollit. Absolutisht. Kështu që i bëj thirrje, hajdeni provoni sepse do t'jeni shumë më komode dhe do t'arrini në nivele shumë të larta. Dhe do t'arrini shumë shpejt. Do t'arrini shumë shpejt. Është një profesion që shkon në këto nivele, një profesion i cili edhe është i mirë paguar,
hajdeni dhe bëhuni pjesë e arbitrimit, sepse thash, në çdo 2 javë, nuk e egzagjeroj, Jorgji, Xhaja dhe Rusta janë në aktivitetet e UEFA-s, Champions League, Europa League, Conference League. Pra, është diçka që arrihet shumë shpejt. Pastaj për dalë ke Rusta, ke Emanuela. Është një rast i cili duhet promovu shumë, është promovu patjetër. Për vetë faktin se Emanuela është një element i cili jo shpesh mund i vi një sektor i arbitrimit. Është një vajzë e cila është e përkushtuar totalisht për arbitrimin, ku shpeshherë nga komunikimet që kemi them përveç arbitrimit ka dhe gjëra tjera jetën, nuk ka vetëm arbitrim. Ajo vazhdon aktivizohet, është pjesë e seancave stërvitore, ndjek programet tona, ndjek palestër, mbaron palestër, kërkon di sa më shumë raste, është e fokusuar. Dhe ky fokus dhe ky impenjim ka bërë që ajo të jetë në këto nivele, absolutisht. Ka filluar në nivele shumë të ulta, dhe për një kohë shumë shkurtër, në janar, në muajin dhjetor u promovu në grupin e 25 arbitrave të mirë në UEFA. Edhe do të marrë pjesë në një seminar për sistemin VAR, që pretendohet shkohet në kampionatin botëror të femrave, ndoshta edhe të meshkujve. Pra, është një arritje shumë e madhe, e cila është më tepër e saja nga puna që ajo ka bërë me vetë. Po edhe për ne si vend është për futbollin tonë shumë. Absolutisht, për Federatën Shqiptare të Futbollit, Rusta është aset. Është aset sepse për momentin është ka nivelin më të lartë që ka arritur çdo arbitër në Federatën Shqiptare të Futbollit. Më fal, edhe diçka që duhet përmend, futbolli i femrave është një prioritet i jashtëzakonshëm i presidentit. Pa një mbështetje të presidentit, futbolli i femrave nuk do ishte këtu ku është sot. Presidenti duke dhe pastaj janë ato personat të cilët investojnë paratë të tyre për të ngrejtë nivelin e futbollit femrave, dhe në momentin që ngrehet futbolli i femrave, patjetër edhe niveli i arbitrave femrave në këto ndeshje do të rritet, sepse shkojnë paralel. Kështu që edhe Rusta ka dalë nga këto nivele, në nivelin e femrave. Rusta bashkë me Pietrushën dhe grupi i gocave që kanë sistem e FIFA-s. Ndjeni më të sigurt në ndeshje të kampionatit shqiptar po marr kur keni arbitër kryesor një vajzë apo djemt? Vajzë është vetëm Emanuela. Vajzë është vetëm Emanuela, e cila ka rrit një status për të cilën ne i besojmë. I besojmë një ndeshje meshkujsh. Frika ekziston. Është edhe vështirë, sepse absolutisht. Edhe ka një diçka që kur futet në fush, lojtarët ndjehen sigurt. Sepse duke qenë se ajo është e re në kampionatin shqiptar, nuk njeh njëri, atë vendim që e merr me koshiencën e saj. Mirë, keq, e merr me koshiencën, atë që pa, atë jep. Dhe çunat nga i, ato që kanë eksperiencë, kanë ato triket e tyre, shpeshherë marrin vendime për të balancuar disa gjëra. Ndërsa për momentin Emanuela tash është duke qenë se është e re, ashtu siç mund të jetë edhe një arbitër i ri, patjetër. Në momentin që futet në fush, edhe i vendimit i ka pure, i ka të pastra. Kështu që edhe Rusta kështu është, meraku është për këtë gjithë. Unë edhe kur kam Enean në fush, kur kam Eugene në fush, patjetër që ka merak sepse ndeshjet nuk e ngjithe isoj. Një derbi ka specifikën e vet, kushdo të jetë arbitër, në një moment derbi edhe mund të prishet. Absolutisht. Në një vendim e prish derbin dhe kështu që kjo është specifika e çdo arbitri. Qartë. Skuadrën me cilën mbështet ose je nuk na e the. Nuk kam, jo se nuk mund të them skuadrat huaja, por këtu ke ne kam qef që të paktën ekipet e kuriozitetit të japin tonë siç e kanë dhënë. Po kjo nuk do të thotë që gjithmonë ekipet e kuriozitetit duhet të jenë në maj, sepse sot në bazë të performancës financiare edhe sot në botë ka ekipet të cilët kanë dalë nga hiçi dhe po dalin. Shembuj ka plot. Një nga shembujt është ekipi nga Kazakistani, i cili është në ndeshjet e grupeve në Champions League. Një ekip i ri sot është prop në Champions League nga Pathos i Kret, i Qipros.
do ka nga Andorra, pra ka ekipe emrat sot nuk është emrat janë për arkiv. Por ne kërkojmë që të paktën emrat e kryeqytetit që kam dhënë tonin bashkë me ekipet e tjera të jenë. Kjo është dëshira, po pasaj se sa arrihet. Vërtet, intervistës i erdhi fundi, për mua ishte shumë kënaqësi. Kemi pa fund të flasim, por ka që edhe minutazhi. Faleminderit shumë dhe shpresojmë sa më pak gabimin arbitrim, edhe pse janë të pashmangshme. Janë pashmangshme. Dhe sa më shumë suksese ty edhe të kesh një punë të lehtë tashmë në këtë gjysmë sezonit të mbetur. Faleminderit shumë, më radh parë për intervistën, për mundësinë që më dhe dhe për urimin, për të pas sa më pak shqetësime deri në fund kampionatit, por që thash do të jetë një nga kampionatet që unë do ta mbaj mend shumë gjatë. Shpresoj ta mbajmë mend edhe ne, si tifozë dhe pastaj si gazetar. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit ju që na ndoqët, mos harroni të bëni subscribe, like dhe share. Ishte kjo intervistë fantastike me Sokol Jarecin. Bashkë kishim episodin e radhës. Mirupafshim.